natalitetin, inkurajon dhe zhvillimin ekonomik, zhvillimin e sektorit privat e tjerë me radhë. Këto propozimet, për të thënë një koment të fundit për këto propozimet e zotit Rama, këto janë është shtëpia duke u shëmbur, duke u shkatruar, i është bën flaka shtëpisë dhe ti merresh të lyesh fasadën. Ndaj them që janë propozime në ankthësi për të hedhura, pa një fill lidhës njëra me tjetrën dhe pa një vizion të caktuar. Ndërkohë Partia Demokratike nga ana tjetër ka një vizion të caktuar, ofron kam ngul shumë te kjo sepse ky është thelbi. Partia Demokratike ofron një vizion, ofron një alternativë për Shqipërinë, për shoqërinë shqiptare, për zhvillimin ekonomik të çdo qytetari shqiptar dhe të çdo familje shqiptare. Dhe propozimet që ne kemi bërë në programin ekonomik dhe së bashku me programet e tjera të arsimit të shëndetësisë, propozimet sociale e tjerë me radhë janë pjesë të ndryshme të një puzzle-i të madh që është vizioni që ne kemi për Shqipërinë e dekadave të ardhshme. Dhe në këtë vizion qytetari shqiptar vendoset në qendër. Çdo të thotë që qytetari shqiptar vendoset në qendër, do të thotë që të ketë lirinë e duhur dhe lirinë ekonomike si një pjesë thelbësore e gjitha lirive që ka një individ, të ketë lirinë ekonomike për t'ia dalë vetë mban. Pra, një person që ka një vokacion sipërmarrësi të ketë mundësitë që të zhvillojë biznesin e vet, sipërmarrjen e vet, idenë e vet, ta zhvillojë atë dhe të kontribuojë në përparimin e shoqërisë shqiptare. Kështu ecën çdo shoqëri në botë, në gjithë historinë e njerëzimit përpara, me forcimin e tregut, e sektorit privat, tregut të lirë, garantimin e konkurrencës së lirë. Ne këtë garantojmë për çdo qytetar shqiptar. Këtë e bëjmë nëpërmjet taksave të ulta, ndaj ulim taksat neve sepse mendojmë që qytetari shqiptar mund t'i përdori më mirë parat nga xhepi i vet, sesa mund t'i bëjë një burokrat shtetëror apo shteti në përgjithësi. Kanalizohen më mirë nëpërmjet bashkëveprimit të mira aktorëve në tregun privat parat sesa nga 2-3 burokrat në zyrat qeveritare. Ky është njëri aspekt. Tjetri është ulja e gjithë shpenzimeve qeveritare të tepërta ose që nuk janë produktive. Pikërisht sepse ne mendojmë që me një qeveri shumë të madhe, fuqiplot, që vendos për çdo gjë, edhe se ku do kanalizohen parat, ka një mundësi ose një potencial të madh për abuzim, për shpërdorim të këtyre parave etj. Me radhë. Ndërkohë që është më eficient sektori privat dhe bashkëveprimi i gjithë sipërmarrësve ose gjithë aktorëve tjerë në sektorin privat. Dhe kështu me radhë të gjithë elementët që ne ofrojmë si pjesë e këtij vizioni. Kryeministri nuk e ka këtë vizion. Kryeministri vjedh propozime të caktuara, të cilat i duken populiste ose i duken se do të fitoj pikë me grupe të ndryshme. I ofron edhe si joshje për kategori të ndryshme, sepse thotë ndoshta do të rreqë vota ose do të rreqë mbështetje nga këto kategori të ndryshme. Dhe ky është dallimi thelbësor mes asaj që ne ofrojmë për qytetarët shqiptar, pra një vend të mundësive, një vend të lirisë ekonomike, një vend të zhvillimit, të një modeli të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik, dhe kryeministrit i cili është pa vizion, pa ide, përveç tepsisë, tallavas dhe timonit që ka 12 vite që paraqet qytetarëve shqiptar dhe propozimeve të vjedhura pa i kuptuar, sepse nuk është se merr vesh shumë nga matematika dhe nga ekonomia,